Përshëndetje të nderuar miq, brëmin e sotme Kosova do luajë ndeshjen më të rëndësishme të saj përballë Turqisë, që blen një bilet për në kampionatin botëror, ndërkohë që Shqipëria ka një ndeshje miqësore me Ukrainën pa shumë interes se duket sikur është fundi një cikli me Silvinion. Andaj vëmendja kryesore është përqendruar tek pjesa jonë më e mirë që është Kosova. Për të folur për këtë ndeshje, për atmosferën jashtë, jo për analizën teknike dhe taktike brenda, kam një personazh, Trim Gashin, i njohur për shprehjen e tij që ka bërë akoma më virale në rrjetet sociale. A jemi live, por nuk e di a shkon kjo apo nuk shkon për dikën tjetër veç Serbisë. Trim, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber për ty. A jemi live? Po, kjo përshëndetje shkon për të gjithë ekipet kundërshtare të Kosovës. Vetëm për nënën Shqipninë se ndonjëherë luajmë, që thash zoti mos luajmë kundër njëra tjetrës asnjëherë. Pra më shpejt bashkohemi, dhe ishim më të fortë. Po, gjithsesi, vetëm në atë rast nuk do të shkojë kjo, se të gjithave përshtatet. A jemi live Turqi? Na po shkojmë botëror juve. Sigur e vizituam edhe pak në hyrjet ku ishim off. Ndoshta ata po mund ta ulin pak të na afrojnë. Çfarë haron Klu tha që jemi vëllezër. Po, jo vëllezër nuk jemi, se na jemi shqiptar, ata janë turq. Vëllezër jemi veç me juve, edhe ju me ne. Edhe normal edhe me shqiptar që jetojnë në troje tjera. Për ndryshe vllazën tjerë shqiptari s'di që ka. Mundet me pas miq, po vllazën, le t'i thot kush do, është për afërsisë madhe. Sa i përket që tha me ul tensionin, turqit janë kush janë, kanë qenë perandori, dinë më mirë politikë se na, ndoshta për me ul tensionet, mirë po unë nuk po besoj që ka tensione dhe nuk ish dash me pas. Shqyr zotit që kjo ndeshje ka pritet ose s'jam në ekspert, ashtu që ceke ti, unë thjesht jam një tifoz që normalisht më i me folë dhe me emocion. E ke marrë, vëmendje ke marrë maksimale, si ndiheni për këtë? Se nuk vini nga Premjer. Me të thonë drejtën, me këtë temë, kur e kom bo, ka ardhur shumë spontanisht. Biles herën e parë kom qenë me djalin në ndeshjen në Shqipëni, djalin e vogël, në dytën herë u bë pak buj më e madhe, si duket ajo gazetarja e vreti që jam unë, edhe e morr dhën, me të tregu drejt, unë nuk e kam shpërndarë videoja, është bë virale kështu prej aksidentit. Për ndryshe nuk është që e kom pas në qëllim. Thjesht ka ndodhur natyrshëm, gjërat natyrshëm që ndodhin e marrin dhën, çfarë do tash normal, plot njerëz njohin për shkak të asaj, plot njerëz këshillojnë, shipe se ky yll ose ky yll i televizionit, ky yll i futbollit, ky komentator po përmend. Kjo modele ç'a më bëj, nuk është trademark e jamja. Le ta përdor kushdo që ndihet mirë. Ju kanë shkruar kush ishte mesazhi që ju fat pak më lart, por që ju ka bërë më shumë përshtypje tek ata që ju kanë shkruar. Ndoshta edhe të njohur. Përshtypje shumë dhe më ka bë një djale ka bë tatu në dorë. Shprehje na jemi live, për ndryshe nuk më ka shkruar dikush prej yjeve të njohur, se këto fytyra publike të televizionit mundohen ashtu me kap në audiencë e cila mundet me u kthy në hyrë financiare, ose ç'a më thon në klikim ose për çka bëhet. Për ndryshe nuk më ka kontaktuar kërkush kështu për në qëllim tjetër përpos juve gazetarëve. Më herët isha në intervistë në një televizion lokal, domethënë e gjitha bëhet për shkak të mos më thon për shkak, mirë po bëhet për hir të atmosferës, edhe për hir të me hijeshu pak a shumë atmosferë. Momenti ndeshjeve. Po. Videoja për ndryshe bëhet virale se di që funksionon si algoritëm sa herë që kemi ndeshje ose diçka politike që është pak më ngarkuar politikisht rikthehet, s'po di, ndoshta e bojnë share njerëzit të shpërndajnë. E shtyr një, por sonde besoj normalisht do jeni në stadium, bashkë me djalin. Po me djalin jo për bes, sepse është djali i vogël, 12 vjeç, nuk po rrezikoj me marrë në një event të tillë. Na jemi popull entuziast, dojmë krejt për njëherë me hinë në stadium, po e shoh pak si rrezik, edhe pse djali është ma informuar për futboll, edhe është lojtar futbolli se unë jam tifoz. Tifo për djalin, tifo për Shqipërinë, tifo për Kosovën, kaq. Me shku me çuna i birë, me bëu atmosferë, më kthy fiks. Unë kam ndaj. E keni menduar që mund ta kaloni edhe oqeanin ver për të parë Kosovën ande apo Qefi ekziston, po besom që mundësia është bajak e limitume. Unë punoj të një punëdhënës privat, në kuptimin punoj një bankë komerciale në Kosovë.
pushimet janë të limitume. Ta shohim, ndoshta pavarësisht dëshirës, mundësia është pak sfiduese në këtë rast. Sidoqoftë, le të shkojnë çunat tanë mjafton. Po atmosfera sonde në Prishtinë, jo vetëm brenda stadiumit, po dhe jashtë pritet të jetë e jashtëzakonshme. Atmosfera veç kish fillu edhe pse jam prej Pes, një qytet një 86 kilometra pi Prishtinës. Mirë, po prej videove, prej indikacioneve, prej informatave që kam prej shokëve, është një atmosfera atashme, janë përgatitur disa vende për me shiqu ndeshjen live në projektore, çka është për tu përshëndet edhe çka është që më emocionon më shumë ti janë pafund njerëz nga Shqipëria që kanë ardhur. Sonde epiqendra është Prishtina, nga të gjitha trevat, Maqedonia, Presheva, nga të gjitha. E di, po ka disa prej kosovarëve fatkeqësisht që mendojnë që veç na e dojmë Shqipërinë, Shqipënia neve s'na do. Atë janë do shprehje jo ai po ata nuk na dojnë neve, ata kështu, kjo është një farë vërtetimi që tregon se na jemi një popull, mundesh me has në një eksperiencë jo të mirë si ne kufinit si andej, po Shqipënia na do njëjtë sa dojmë edhe na Shqipërinë. Me shumë që kam kontaktuar këto kohë, më shumë kanë qenë që të shkonte Kosova në botërore, nëse do ishte një moment për të zgjedhur, referuar edhe momentit gjeopolitik, rrethanave, do ishte më shumë se një ambasador, emri do ishte kampionati për Shqipërinë realisht e një krejt bota. Për shkak Brexitit, për shkak politikës në Evropë që ka, po edhe ka më shumë përvojë si shtet, po du me ulshu në politikë. Kosova në regjion njihet si vend problematik me politikën që kemi pas, normalisht problematik kur e tham për shkak të shtetësisë, shtetëri jo i pranuar prej gjitha shteteve, kështu që një mesazh ose një imazh më të mirë se botrori nuk kish mujt kur kërkosh m'ia dhon Kosovës nëse ndodh. Unë e marr si shembull kampionatet botrore që i përcjellim gjithna, besoj unë për veti, po e marr një shembull Trinidad and Tobago, një shtet ku ta diun. Unë s'kam pas kur një ide që ekziston një shtet i tillë. Ishujt Faroe që lutem me Shqipërinë. S'kam ditë derisa se kom përcjell në një botror edhe pas ka një ishull që ka një shtet me që ka zbanon. Kështu që bilet më të mirë për me hy në atlasin botror zyrtar, nuk besoj që ka se kampionati botror, se sporti më i shikuar për i krejt njerëzve. Domethënë ka me na ngjoftë edhe ai indiani atje në skele që ato punon. Kështu që ka me na ngjoftë, po shpresoj që ka me na ngjoftë. Se unë kam shpresë dhe besim që çunat s'ka me na zgjënjë sonte. Njëna kombëtare duhet më shku. Kështu që barra na ka rënë neve. Do ta mbyllim me një parashikim për te dëshirës. Pra ne edhe gjithë goli na mjafton. Si parashikim, një prej parashikimeve që nuk më ka dështu është Fisnik Aslani ka më shënu gol. Shpresojmë fitore, nuk po jap rezultate, mirë po Fisnik Aslani nuk na lën pa gol as në ndeshjen e tretë radhazi. Shumë suksese për Kosovën, unë falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Trim